kur ti rëzohesh shpesh, sa që të qohesh, edhin për çka e rëzua dhe tani përgatitesh për çka ka me të prit. Kështu që sa herë ju më rëzua, ku marrë ka një fuqi ma të madhe. Do të thonë, ku marrë zemra ma shumë, e kështu që u rrit zemra dhe u bu qështu me këtë vetbesimin që e kam sot. Unë kushdo që e njeh tash që është e re, edhe që e shoh që e ka pas një ramje, unë gëzona për të. Sado që më vjen keq, so ka një jetë keq për momentin, po gëzona se e di që ka mu konë vishni mësim për to. Kështu që mësimet e mia ma të mëdha janë konë kur unë jam rëzusar, jam ra, unë e ku marrë një mësim ma shumë për të ardhmen, edhe një fuqi ma shumë për të ardhmen. Kështu që këtu sene, kur të kanë ignoru, kur të kanë, ndoshta të kanë refuzu për një projekt, për një diçka që ti ki pas qef me marrë pjesë, e ki pa gabimet ku i ke bo, edhe qëtu sene, gabimet që i kumë bo në të kalumen, më kam pru sot ku jam sot. Kështu që çdo gabim që e kumë bo, I'm so proud, edhe i përqafoj çdo herë se i menoj. Po, sa të kanë ndiku krejt, ndoshta ato paragjykimet, refuzimet, çka do të qofshin në shëndetin tënë, mendon, ndoshta sot kur i sheh, dokën si të i kaluar, apo në atë kohë sa je mundu, ndoshta me i të i kalu, si je mundu me i të i kalu, se atë kanë qenë ato pikat më të forta? Qyre, pika ame ma e fort në përgjithësi u kom familja. Se unë e kom pas një mbështetje, thash, prej fillimit e kom pas një mbështetje shumë madhe të familjes tem. Edhe kur nuk jo nalë të më tregu se kush jam une, edhe çka muj une. Kështu që paragjykimet edhe fjalë që ju në konë të rrethit edhe shoqërisë në përgjithësi, nuk ju në konë që më kam bo mu personalisht shumë keq, po e di që, po nuk me thonë që s'kam bo heq, kam bo keq, po ndërkohë sa, për shembull, ju më konë e bullizume edhe unë si qikat e reja tash janë kohën, po unë atë bullizime ku marrë për të mirë, se unë e ku marrë çka jënë të më kesh, e ku më analizu vetën edhe e ku më përmirësu vetën. Kështu që ndikojnë shumë keq, sidomos të të rritë, që jëmë të i pa që jënë të ndiku shumë keq në përgjithësi, po nuk jënë kanalen. Kështu që sidomos sot që u bu qasja ma e letë në rrjetet sociale edhe në influencën e njerëzve, po ndikon shumë keq në rini edhe peshojmë që çdo herë po ka jo vetvrasje, jo depresione, çdo 2-3 që e sheh ose fol me të, bën një muhabet, ka me të thonë jam në kohë depresive. Edhe mu më dhime rini, a më konë qaq e re, edhe me konë depresion, që ka do me po t'i mas 10 vjetëve. Kështu që këtu krejt janë ndikim, sa do që thu vetë, do shta thu që mu nuk po më dikon kur gjo, po thell dvron dikon edhe dëbën kes, ta ullë disponimin, ta ullë vullnetin për të ardhën e shumë sa në tjera. Të unë në përgjithësi nuk u konë, se kur që ku marë parasysh që kanë shkru, ose që kanë thonë, po pisho që ndikon shumë. Kur jemi tek rrjetet sociale, shohim çdo herë që ka kështu një vrull komentesh në çdo postim të çdo kujt sot. Tregove që nuk të jemi përshtypje ndoshta sot shumë, po në përgjithësi si e sheh këtë pjesën e bullizimit përmes mediave kështu? U myta të bërtit me një farë lloj forme për këtë pjesë se nuk jon ka din të ndalun, jon ka qesin shumë vëner prej gojes, nuk pe kuptoj pse, ndoshta edhe mungesa e vetbesimit, tani ato që ju mungon vetë e qesin të tjetri edhe ju pengon pse ti e ki.